pa moralshme. Sa zëra keni parë ju publik që për çështje të caktuara, apo themi të dalin nga linja e qëndrimit partiak që ata mendojnë? Njerëz palës tjetër. Po, që të kenë mendimin e vet. Janë disa në publik, por mund të numërohen me gishtat e duarve që mos them njerëz dorë. As të duarve të njerëz dorë janë shumë. Kështu që ky është problem themelor që ka shoqëria. Është kompromentuar dhe media. Që jemi është kompromentuar dhe media. Po media është ndarë në media këtu kam një qendrim ndryshe që sido që të jetë, duke qenë se media po themi këtu mund të kemi një qendrim ndryshe nga shumë edhe kolegë po themi opozitar. Sido që të jetë mediat në duke qenë se janë të ndarë edhe kur janë të ndara me palë, pra japin mundësinë palëve që edhe qytetarëve në këtë rast, që secili të shkojë dhe të ndjekë atë qëndrimin që do vetë. Pa diskutim që media duhet ishin profesionale në raportimin e lajmit, në po themi verifikimin e fakteve etj, por prap në deformimin që i bën demokracisë, që i bën po themi këto në shtrimin ndaj vullnetit të një personi, të institucioneve tjera, media ka hapësirë se dikush vjen po themi tek ti, dikush shkon tek një tjetër, dikush pra ke hapësirë për të folur, ose sot dikush mund dalë edhe në rrjet edhe mund të jesh eksecepsional me këtë telefon. Del përpara me telefon edhe kështu që kjo pjesa e medias unë mendoj që ka problemet e veta, por në fund ti ke hapësirë për të përçuar mesazhin tënd. Ju prapë se qitën nga linja fare, prapë thot diçka interesante që për sistemin e vlerave edhe për konformimin e elitave. Dhe kjo është historike këne edhe gjatë regjimit komunist. A mendoni se kjo lloj trashëgimie është pikërisht për dalë aty ku thash ju, sepse pluralizmi politik në Shqipëri, e shohim që të kemi tema gjata me ty. Pluralizmi politik në Shqipëri ishte i emëruar dhe jo i krijuar, nuk ishte frym që erdhi. Pavarësisht një lloj fryme, një lloj reaksioni që ndodhi nga gjithë kampi lindor, situata ne ishim guri fundit i dominos, domethënë po prap nuk kishte një frym, mungonte elit për drejtu pavarësisht se ne ngulim këmbë dhe sot që e drejtoi ose po përmendam, e drejtoi Kadareja, e drejtoi Berisha, e drejtoi ky. Jo, nuk ka pas marrëdhënie, duhet shohim marrëdhëniet e tyre. Duhet shohim si kanë reaguar ato deri në dhjetor. Intelektualet ose ajo elit që ishte atëherë në takimin me Ramiz Alin, Gush dështoi totalisht. Ramiz Alia i dha shansin pavarësisht se justifikoi këtë mbrapa. Pra, një elit duhet edhe të riskojë kur vjen momenti, apo jo? Patjetër, Ky jeni një nga ato që riskojnë. Kjo është logjika.